që frasisht i mikin ti. Pasim vrema, Andri, po ca më shumë, ti vras dy arsiq. Dy arsiq. E di që i kam dy arsiq? Që në prishin qëtësi e natës të rejnë, e këto po t'i lejtë ty, bërë. Janë të atë do që të Ndronit më në të këtate nga jo frikë. Ricardi në shumë periudha kohore është aktual, fatkeqësisht. Me thënë, Shakespeare është gjeni sepse ka arrit ta kuptoj kompleksitetin e natyrës njerëzore dhe gjithë ato përzierjet emocionale e botkuptimet e njeriut, luftën për pushtet që është fatkeqësisht vazhdon ka vazhduar siç ka qenë më herët, vazhdon kam frikë që do vazhdojë gjithmonë. Thjesht tipat, modelet Ricardit janë paraqit disa herë në historinë e njerëzimit, ndër më të njohurit edhe më shkatrusit, i njohim gjithë me emër e me histori, është Hitleri, është Stalini, është Mao Zedongi, fatkeqësisht shumë i ngjajshëm po duket edhe Putini, pa merri Netanyahun, pa merri shumë autokrat tjerë, e kupton, cilët arrin pushtet jo për të udhëheq, po për të sundu, arrin pushtet sigurisht për t'i shëruar ca frustracione që duhet merren psikologët dhe psikiatrit me ata njerëz. Po ata njerëz, sikur të merren psikologët dhe psikiatrit me kohë, edhe shoqëria tjetë e shëndosh, ata njerëz asnjëherë s'do vinë në pushtet. Po do shërohen, që është e mirë, domethënë, sepse traumat e fëmijërisë që i ka Ricardi, shqetësimet e nuk e di çfarë, bullizimin që ka përjetu, ajo është një fenomen që ndodh edhe tek neve edhe në gjithë globin fatkeqësisht, mirë po në ato raste duhet institucionet të merren me ata njerëz, mirë po kur tipa të tillë me shumë frustracione arrin me ardhmë në pushtet, atëherë jemi gjithë rrezikuar. Edhe si vinë pushtet, vinë nga ambicjet e sëmura të rrethit njerëzve të fuqishëm, të oligarkëve, të intelektualëve të korruptuar, gazetarëve të korruptuar, cilët për t'i plotsu ambicjet e veta mendojnë se nëpërmes aty njeriu do arrin përfitime materiale e kështu me radhë. Edhe nuk e kuptojnë se kur sjell një njeri të tillë, modeli Ricardit në pushtet, e pson shumë shpejt edhe ai që e ka sjell në pushtet, se kështu dëshmon historia e bashkëpunëtorëve që e kanë sjell Hitlerin në pushtet, Stalinit, Enver Hoxhën, e kështu me radhë. Unë besoj që ashtu do ndodhë edhe me gjithë Asadi, për shembull, e kështu me radhë. Domethënë modele fatkeqësisht kanë qenë dikur ndoshta si kemi njohur sepse kanë pas shumë pak informacion media, po kam përshtypjen se janë shtu modelet e Ricardit dhe po shtohen vazhdimsi. Edhe ne kemi përgjegjësi si shoqëri, si intelektual, mos lejojmë ardhin e tyre në pushtet.